الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما النساء آية 39. Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s., familjen e tij të pastërt, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në hutben e 7, një herë të fundit të temës që kemi fol. Tash është 7 javë që ka të bën me pendimin apo me teuben. Temë kjo që sa herë e kemi përsëritur dhe kemi thënë se llogaritet prej prioriteteve më të ngutshme të çdo njerit prej nesh, sifat dhe cilësi edhe vepër e cila padyshim se është prej punëve dhe veprave më të ngutshme që neve me një fjalë na presin. Inshallah don Allahu xhaleshanu jemi prej atyre që nga kjo që kemi ndëgjuar deri tash, vërtet nuk kemi prit edhe të presim deri në ditën e sotit që eventualisht ta realizojmë këtë vepër në veten tonë, që me një fjalë të hapim faqe të re të jetës sonë, të asaj çka neve na pret, duke u pajtu me e qujt ashtu, apo duke e pastru të kaluarën tonë, e që padyshim se mekanizmi më i shkëlqyeshëm në dëhat nga mekanizmat që i posedon çdo besimtar, edhe besimtare, për ta pastruar të kaluarën e tij është teubeja, është pendimi. Sot na ka mbet shkurtimisht, edhe pse po them me këto 7 hutbe, ndoshta janë shumë të pakta që eventualisht me u dhon haku kësaj teme, po megjithatë jemi munduar dëhat në mënyrë dëhat sa më të shkurtë dhe koncize atë çka e kemi llogaritë se është e domosdoshme të thuhet. Edhe pse jemi të bindur se shumë çka mbetet thot pa u thënë. Po ndoshta inshallah shumë çka që mbetet pa u thënë është ajo të cilën e kuptojnë edhe e ndin zemrat tona, pasi që inshallah jemi të bindur se kemi të bëjmë me zemra që inshallah Allahu xhaleshanuhu i ka ndrit me nurin e Allahu xhaleshanuhu, me nurin e imanit. Prandaj sot inshallah un po i ceki vetëm edhe disa arsye se pse duhet neve të pendohemi. Pse po i drejtohem unë vetes edhe juve duke e llogarit na veten tonë se jemi besimtar, se jemi mu'minin. Edhe në të njëjtën kohë në fund disa shembuj të shkurt, të pakt, edhe pse në mesin e shumë shembujve të tjerë, të cilët janë pendu edhe se si e kanë realizuar pendimin e tyre, dohet pasi që vërtet edhe ka desht Allahu xhaleshanuhu edhe i ka shpërbly me këtë, do thot nimet që është prej nimeteve shumë të mëdha. Së pari, kur fjala e asaj se neve do të thrasim të pendohemi, jemi du të thirrë dhe arsye e parë është se vetë Allahu xhaleshanuhu neve po na thret të pendohemi, edhe duke na u drejtu neve si besimtar. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Pendohuni që të gjithë po thot Allahu xhaleshanuhu tek Allahu xhaleshanuhu, ktheni ju Allahut me pendim edhe teube, që të gjithë ju, o ju besimtarë, o ju mu'minin, që të jeni të shpëtuar, la'allakum tuflihun, që të jeni prej atyre që bi'idhnillah shpëtimi juaj, bi'idhnillah është në pendim, është në kthim, në bazë kthim, do thot tek Allahu xhaleshanuhu. Arsye e parë mundet me qenë thot kjo, se vetë Allahu po na thret në te. E dyta është se çdo njeri prej nesh e din fort mirë se nesër para Allahu xhaleshanuhu ka me dalë, do thot edhe ka me përjetu mizanin që e qunë Allahu xhaleshanuhu në Kur'an edhe pejgamberi alayhis salam në hadithet e tij, e që është peshoja
në të cilën kanë më uvu vepra tona. Vepra këto të cilat besoj se ju kujtohet, kemi cek me një rast, një shembull për një besimtar prej Beni Israilve që ka kaluar, i cili e ka adhuru Allahun xhaleshanu mas 70 vite, pa ndërprer, edhe në thuje nuk ka ditë për çka, për mëkat. Edhe ky njeri kur ka ndru jetë ky njeri, Allahu xhaleshanu i porosit melekët e tij, edhe u thot khudhuhu ila al-janna bi rahmeti. Ky njeri duke llogarit atë që është nabimi, do thot në këso sprova shpesh ne si njerëz që jemi, do thot të mangët, thot bi ibadati ya rab, thot unë o Zot me punën tëm, bi ameli, thot me ibadetin tëm, me punën e tëm, do thot që e kam bo Zot, unë e pe meritoj. Me një fjalë po do me thonë se jam duke e merituar në xhenetin me punën që e kam bo, me thot me ibadetin që e kam bo ndaj te o Zot. Atëherë nëse është puna për punën, thot edhe veprën që e ke bo, i porosit me leket Allahu xhaleshanu, thot merne, thot nimetin edhe dhuntin e të pamurit, shiqimin që Allahu ne e ka mundësu neve pa u ndal në nimetet edhe dhuntit e tjera, vetëm këte, thot merne edhe vene në peshoj, në mizan, thot edhe në anën tjetër veni veprat e këti që po i duket se ka bu shumë ibadet, se e ka adhuru Allahun xhaleshanu pa ndërprej, thot vene në peshoj vetëm nimetin e të pamurit edhe të thot veprat e tij, 70 vite që i ka bërë ibadet Allahu xhaleshanu, edhe ta shiqojmë se cila po e rëndon cilën. Edhe kur e vejnë, do thot çka e rëndon vetëm nimeti apo dhuntia e të pamurit, del më e rëndë se sa krejt ibadeti që ai e ka bërë gjatë 70 viteve të tij. Edhe ju thot melekëve khudhuhu ila an-nar. Në këtë rast kur Allahu xhaleshanu ju thot merrni, thot edhe dërgoni në zjarr, masi ky po don me një fjalë me veprat e tij, jo me mëshirën e Allahut. Ky njeri atëherë reagon me njëherë, thot bi rahmetike ya rab, me mëshirën tonë, me rahmetin tonë o Zot. E lutë pra, do thot për mëshirë, edhe Allahu xhaleshanu i ndalë dhe ju i porosit me leket khudhuhu ila al-janna inni al-arhamur rahimin, se thot unë jam më i mëshirshmi i të mëshirshmëve. Do më thonë, kura fjala të mizani dhe të peshoja këtë shembull që e ceka, jam duke dasht me ardh dhejte ajo se neve sa do që e llogaritim veten se jemi të sigurt në imanin ton, sa do që mendojmë neve se bi'idhnillah jemi ata të cilët veprat tona të mira i kemi të shumta, mos të harrojmë se kura fjala e qitjes se veprave tona do thot në atë peshoj, nuk e dim asnjëri prej nesh se cilat kanë me na peshu më shumë. Prandaj ajo që neve bi'idhnillah na garanton që peshoja e veprave tona të mira me peshu më shumë se sa të këqijave, është teubeja, është pendimi, që neve të pendohemi sinqerisht, për të cilën e dim se at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Thot ai që pendohet nga do thot mëkati, është sikur se ai që me një fjalë nuk ka bërë mëkat fare. Pastrohemi se është mekanizëm që Allahu sa raste i kemi cekë edhe në hutbet e kaluara, sa hadithe pejgamberit sa që bi'idhnillah teubeja është ajo që bi'idhnillah i fshin mëkatet, nëse bëhet në atë mënyrë që kemi fol me kushtet edhe me do thot dispozitat edhe shtyllat që i kemi cekë në hutbet e kaluara. Po në të njëjtën kohë, arsye e madhe që neve të pendohemi është vetë lufta jonë e vazhdueshme me iblisin. Luftë kjo që është e pa kompromis që thot populli jonë. Luftë kjo e cila është e vazhdueshme, i cili kur nuk din me u demoralizu. Shejtani kur nuk lodhet në devijimin e njerëzve. Edhe madje edhe tek ai më i devotshëm që mund ta paramendojmë, që neve mendojmë se nuk ka shans te i tilli. Mos pash mundësi ai njerin me qenë në shirk, mundohet spaku në kufër. Mos mujt në kufër, mundohet në munafikluk. Nëse nuk mundet në munafikluk, mundohet në mendje mallësi. Madje mendje mallësi edhe në ibadet, se me ty s'ka me një fjalë që shumë ibadet po bën. Je adhuruesi sinqert i Allahu xhaleshanu, me të arrit mendjen madje edhe në atë në të cilën neve e dim se është e udhës njëri me qenë modest, me qenë prej atyre që nuk e lejon veten me ranë këso gracka, po them grackat e shejtanit janë aq të shumta sa që ai nuk dorëzohet kur. Kur e kemi parasysh këtë, edhe kur e dim do thot se jemi njerëz, nuk jemi melek të pagabushëm, atëherë dine se
të kujtohemi luftën tonë me te dhe gjithmonë, të kthehemi vetet, të kthehemi teubes, prap po them. Po në të njëjtën kohë, arsye tjetër është se Allahu xhaleshanuhu gëzohet me pendimin e robit të vet në tokë, kur ai me një fjalë pendohet. Madje edhe na kanë njoftu pejgamberi sa në hadithin kutsi se Allahu kanë njoftu. Madje sikur të ishit ju njerëzit ata të cilët nuk do të bëni mëkate. Thot Allahu xhaleshanuhu kisha me ju ndru me sjell njerëz të tjerë, të cilët kishin me vënë mëkate, edhe kishin me u pendu, edhe unë kisha me u fal. Mëkati po pa dyshim është pjesë e jona. Është një gjë të cilën pra nuk kemi mundësi më u liru tanësisht ne. Por është në të njëjtën kohë cilësi e jona, është cilësi e të vetëdijshmëve, e njerëzve të vëmendshëm që ata gjithmonë kohë pas kohe me përkujtu pendimin, me përkujtu këtë pendim i cili po na realizoi ka biidhnillah edhe gëzimin e Allahu xhaleshanu që përjetoi ka Allahu gëzimin për robin e vet që ai pendohet tek Allahu që kërkon falje prej tij. Po në të njëjtën kohë kjo na realizon edhe aspektin e zgjerimit të varrit ton, ngritjen e namit ton te Allahu xhaleshanu po edhe te njerëzit. Ai që mundohet me qenë i devotshëm edhe me qenë me një fjalë modest para njerëzve, Allahu xhaleshanu do ta ngrit edhe para tyre edhe para veti. Por ata të cilët mundohen me qenë mendjemllaj para njerëzve, të tillë do të jenë shumë të vegjël edhe para njerëzve edhe para Allahu xhaleshanu. Edhe këta shembuj besoj se të gjithë i dimë dhe i njohim. Prandaj kur fjala te përmendja dhe dhikri Allahu xhaleshanu, e që është çështja edhe e bërjes së mëkateve, një Mejmun ibn Mehran ka thonë e dhikru dhikran. Ka thonë dhikri është dy lloje, janë dy lloje të dhikrit të përmendjes së Allahu xhaleshanuhu. Thot dhikrullahi bil lisan wa afdal min dhalik an tadhkurahu inda al ma'siyati idha ashrafta alayha. Thot përmendja e Allahu xhaleshan, dhikri i Allahut me gjuhë që e përmendim, e përkujtojmë Allahun, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah, sa prej duave për dhikrit që nuk e harrojmë kurrë. Por thot është më i mirë se sa ky, më i vlefshëm, më me derejë me në fjalë se sa ky dhikr, thot është përmendja Allahu xhaleshanuhu me rastin e ramjes në mëkat. Kjo është përmendje dhikr më i mirë, thot, se sa veç përmendje, thot, e zakonshme, zakonisht, thot, në të cilin na inshallah nuk e lejojmë gjuhën tonë kallaj me një fjalë më na u terr duke e përmend Allahun xhaleshanuhu. Tjetra ka qenë një Ibrahim ibn Adham rahmetullah alej, ka qenë një zahid i vërtet, një njeri dhe thot që nuk ka ditë fort ka lajtë thot dynjaja me e mashtru. Ky njeri ka thonë në të njëjtën kohë duke folë se teubaja nuk realizohet vetëm se me një pendim edhe mbetje në atë që kemi qenë edhe ma heret, edhe në të njëjtën atmosfere, shoqënie, gjëra këto. Thot men erade e teube fel jakhruj min al madhalim wal yada mukhalatat man kana yukhalit. Thot ai që don me u pendue që me një pendim të vërtet, thot le të largohet prej errësirave në të cilat ka qenë deri në atë moment, edhe prej zullumeve dhe hot padrejtësive që i ka bërë në atë moment, po edhe thot le t'i lën ata me të cilët kanë ndaj deri në këtë ditë, me ata të cilët është shoqëru. Wa illa thot lam yanal ma yurid, se për ndryshe nuk ka me arrit atë që e synon, atë që e dëshiron. Nëse eventualisht edhe pas pendimit neve jemi në të njëjtit kafiqa, në të njëjtat kafe, në të njëjtën shoqëri, gjëra këto të cilat padyshim se janë prej mekanizmave të cilat na kanë sjellë në mëkate, atëherë si ka mundësi që të realizohet pendimi? Po edhe në të njëjtën kohë kur fjala edhe shoqnis, el mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Thot pejgamberi alayhis salam, njeriu është në dinin, në fen e shokut vet. Le të shiqon se cili prej jush se me kon po shoqërohet, me kon rrin. Edhe populli tek ne thot shiqoja shokun, do ta njefsh edhe njerin. Me kon shoqërohet, dije do thot se i till kom e qenë. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam edhe sa thot prej haditheve tjera na ka treg vërejtën që mos me leju veten që ne me mbet në shoqëri të njëjtë pas pendimit, por duhet të zgjedhet shoqëria, duhet të zgjedhen vendet. Deri dje kemi qenë në kafisha, tash jemi në xhami, tash jemi në mezhlise të dhikrit të përmendjes së Allahu xhaleshanu, jemi në ligjërata ku përkujtohet Allahu, ku përkujtohen hadithet e pejgamberit alayhis salam. Nuk e lejojmë veten neve sikur para teubes si pas teubes. Atëherë s'ka kuptim ajo teube, s'ka kuptim ai
pendim. Për atë, edhe kur fjala e pendimit edhe mkatit, ka qenë një grua, do thot një dietare Zubde është quajtur, ka thonë athqalu shay'in 'ala al-'abdi adh-dhunub wa akhaffu shay'in 'alayhi at-tawbah fama lahu la yadfa'u athqala shay'in bi akhaffi shay'. Thot gjërat më të rënda tek robi janë mëkatet që ai bën. Ajo gjëja më e rëndë që e posedon në veten e vet çdo rob. Thot ndërsa gjëja më e lehtë për çdo rob, thot është pendimi. To çka o puna e juve njerëzve që nuk po e largoni atë më të rëndën me atë që është më e lehta. Shtyne, largoni me një fjalë atë më të rëndën që e posedon me atë më të lehtën. Nuk ka diçka e rëndë, thot që shka një ditë më undal njeri edhe me vendos lillah fillah, si thon. Me u pendu sinqerisht tek Allahu xhaleshanu. Me u pendu do thot kur e dim se jemi plot mëkate, kur e dim se njerëz para nesh, prej dietarëve, prej njerëzve të mëdhenj, edhe për gjëra shumë thjeshta që në esencë nuk kanë qenë mëkate, e kanë pastru veten e nuk e kanë leju veten me qenë rob të epshit të pasionit e tyre. Ka qenë një Malik ibn Dinar rahmetullahi alayhi. Ky njeri me një ditë ka dalë në treg. Ka dalë në treg edhe e ka pa një tregtar duke shit fik që thojmë ne. Edhe ka qenë fiku me një fjalë i mirë, ju ka duk taze me një fjalë edhe shka i ka qu i shtah me marrë një sasi të vogël prej tij. Po nuk i kanë qelluar tollat me veti. Po Malik ibn Dinari ka qenë njeri dietari madh dhe ka njoft këtë masa. Po ndonjë sikur tregtarët, sikur sot që zakonisht për fat të keq, shumë prej tregtarët nuk i njohin ata të cilët duhen më njoft. Nuk e njeh ky njeri se kush është Maliku, edhe çka kërkon prej tij me marrë një sasi të fikut, por i thot se më lejo thot që ti sjell masandej inshallah të holla. Po ky tregtar normal edhe nuk e njeh se kush është, thot ja, fal, s'ka mundsi. Ky njeri s'din çka më bëu, thot po ti lo kpucat e mia. Po ti lo thot kpucat derisa me një fjalë ti sjelli. Edhe këtë e refuzon. Po ky po shifet pak një lloj insistimi te Malik ibn Dinari në këtë çështje. Po edhe kjo s'bën punë atëre, dorëzohet, thot shnosh, s'ka ka shkruar me një fjalë me kërku fikun këtë rast. Edhe largohet, kur largohet, njerëzit për rreth që ishin e ndëgjuan se çka ndodhi, i erdhën këtij tregtari, thënë, a jetu e ditë se kush është filani? A jetu e ditë se kujt me një fjalë dhe nuk ja lejove një gjë të tillë, i cili ka qenë dietar me nam, edhe njeri i devotshëm edhe asket. Kur e merr vesh ky tregtar, e merr një prej shërtorëve të tij që ka qenë periudhave të tij, edhe ma shkurt jo atë po kretat fik që e ka pas me veti të tërin, e merr edhe porosit edhe i thot këtij robi që e ka pas, thot nëse e pranon ai prej teje këtë pjesë do të fikut, bie një latje i lirun prej kësaj dite. Veç për shkak të asaj që e kuptoi se çka bëri ky edhe ndaj kujt. Edhe ky njeri i vjen Malikut, që ka qenë ky rob, edhe i thot zotnia jam me një fjalë të i dërgoj këta fik dhe kërkon falje se nuk e diti se kush je me një fjalë. Ja ofron këtë pjesë në të fik, po jo sa deshti, po shumë ma shumë se sa që ka deshti me marë. Edhe i thot Malikut, thot merre thot këtë pjesë të rënd. Por Malik ibn Dinari tu e kontrollu tash veten, tu e pasën çka ra. Kur spat pola e lshoj veten, e dëmtoj pak, thot çka çështja e pasionit. Lujti pak me te, e kënë gjendje hala me bo lshime. Edhe i thot këtë tash në këtë rast, inne Malik ibn Dinar la ya'kulu ad-din bit-tin. Thot Maliki, thuja ti zotnis tënë, se nuk e han me një fjalë fen e ti me fikun e ti. Nuk e dëmton me një fjalë dinin, nuk e dëmton veten e ti, dinin e ti për shkak të një pjesë të fikut. E thot prandaj e refuzon. Wa inna Malik harrama ala nafsi akla at-tin ila yawmi ad-din. Thot njoftohet se Maliku ja ka bër haram vetit, ja ka ndalu vetit ngrënien e fiqit deri në ditën e gjykimit. S'han më masoj dite. Pse? Se e pa veten që me një fjalë u dha tepër mas një gjëje në cilën në esencë musliman nuk e lejon veten, edhe në këtë rast. Thot mo pse e pash veten që rash në sprovë. Thot mo ja kam ndalu vetit, thot këte deri në ditën e gjykimit. Tash ky njeri, duke pas parasysh se çfarë premtimi pat, ky rob i drejtohet edhe e lut Malikun, thot khudha fa inna fiha itqi. Thot merre, thot këtë fikse në te është lirimi im. Nëse ti e merr me çfarë ai zotnia em ka premtuar që unë kam qenë i lirë bimnillah. Thot po për ty është kallaj, thot in kana fiha itquk
fa inna fiha riqi. Thot nëse në te është lirimi yt, në te është robrimi im. Për ty mund me qenë lirim, por për mu robrim i nefsit tim, robrim i shpirtit, i vetës time, i personalitetit tim, dhe gjëra këto të cilat, po them, edhe në këtë aspekt e kanë kontrolu veten. Edhe në këso ramje të vogla që neve të nefë si logaritim as pak ramje, nuk e kanë leju veten mu bo rob do të kur gjofit që ka të bën me këtë aspekt të kësaj bote, e cila është prej dheu gjithë shkafin te. Nuk e kanë leju veten, por kanë qenë ata të cilët çka janë ngri gjithmonë dhe kanë qenë dohet më të lartë se gjitha këto të ulta dohet që neve na rrethojnë. Prandaj po them sa prej shembujve që edhe koha nuk është që eventualisht ta zgjasmi me ta, flasin se vërtet kur fjala në këto aspekte kanë regjistruar njerëz tan dohet kolos të mëdhej që kanë regjistruar gjumë të pashtyeshme, të cilat duhet mos mushun me qenë si ta bilim jau për gjah. E kur fjala te disa shembuj të teubeve edhe mënyrës se si duhet vërtet të realizohet teubeja, une po thëmë kisha mi cek pa u zgjerue vesh shkurt prej kohës së sahabëve duke fillu me Hamzen e me Omerin e sa prej sahabëve e të cilët inshallah kthehemi në sire e lexojmë rreth jetës së tyre se kush kanë qenë para islamit, para teubes, kush kanë qenë pas teubes, edhe çfarë me një fjalë ndrrimi në aspektin si të ndjenjave, po edhe si të veprave konkrete, kush kanë qenë edhe kush janë bërë. Po edhe në kohën bashkëkohore nëse flasim, kemi sa prej shembujve, të cilët teuben nuk e kanë bërë vetëm me gjuhë, edhe veç me zemër, po e kanë bërë edhe me veprat e tyre. E të cilët qoftë Jean-Jacques Cousteau që e kemi më herët prej francezëve, thot prej dietarëve më të mëdhenj të ujrave, e keni çështjen e Roger Garodit, Cat Stevensin apo Yusuf Islamin sot. Njerëz këta të cilët Adem Ramadanin për e cekum të na shembullin konkret, po du më thonë që këta njerëz jo veç janë pendu, po me veprat e tyre për e tregojnë, do thot kundërshtinë e asaj që e kanë bërë më herët. Deri dje ka këndu këngë me të cilat e ka shkatruar ndoshta masën edhe rinin, po sot është duke këndu kaside dhe ilahime të cilat është duke i shëndosh inshallah zemrat edhe shpirtat e njerëzve. Qoftë thot Yusuf Islami, qoftë Adem Ramadani, qoftë artistë të ndryshëm, të cilët kanë shërbyer në artin e shkatrimit edhe degenerimit të masave, po ka desht Allahu janë pendu, edhe sot kemi numër të madh edhe në botën arabe, po edhe gjatiu artistë të cilët janë duke punu tash në artin islam. Janë duke punu do thot në atë që ta fshin atë kalushme e tyre me veprat e tyre, jo vetëm një pendim, po me vepër konkret. Sa prej autorëve të hershëm që kanë qenë autor ndoshta të monizmit, autorë të cilët kanë shkruar libra me të cilat i kanë marrë në qafë masën, po nuk e kanë leju veten kur janë pendu veç me mbet me një pendim, po tani janë edhe më aktiv në shkrim, edhe më aktiv në shkrimin e librave, janë edhe më aktiv, sikur se kemi rastin e vetë Mustafa Mahmudit që besoj se kemi lexuar disa libra prej tij, prej dyshimit dhe në besim, e sa dialog me mikun ateist, janë libra të shkëlqyera që ju kisha porositi lexoni gjithë. Ky njeri ka qenë i hupt më shkurt në fillim, por kur është pendue, ka filluar më shkurt me shkruaj të kundërtën e asaj që e ka bërë më herët. Ismet Özelin e kemi një libër 3 çështje që është i përkthyer në gjuhën shqipe. Ka qenë një komunist i përbetuar i Turqisë, por sot është një laps prej lapsave më të fortë islam. Nuk e ka leju veten me mbet veç me një pendim, por çka atë edhe e ka shndruar në vepër. Do thot secili prej nesh në profesionet e ndryshme kush do çfarë është, le ta dinë se teubeja e tij do të kompletohet kur ai me teuben e tij do të shndrohet dohet në anën e kundërt me një fjalë në atë që inshallah deri dje ka qenë ushtari i iblisit, sot me qenë inshallah ushtari Allahu xhaleshanu. Inshallah Allahu na bën prej atyre që vërtet pendohen vazhdimisht e stolisin veten me teube të nësuha që Allahu xhaleshanu ka porosit, me teube të sinqert, kjo e cila biidhnillah na garanton neve që mizani jon apo peshoja jon inshallah nesër në ditën e gjykimit me na dal veprat tona të mira më të rënda se sa ato që i kemi të këqija. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.